Daily Mail, shqiptarja merr 8.000 pound për të ndihmuar një emigrant të largohet nga kampi. Daily Mail ka zbuluar një skem fitimprurse mashtrimi në të cilën janë të përfshirë përkthyes zyrtar të kontaktuar nga Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar, Home Office. Këta përkthyes përmes mashtrimeve të organizuara kanë përfituar mijëra pound për të ndihmuar emigrantët e palishëm, kryesisht shqiptar, të dalin nga qendrat e ndalimit. Në qendër të këtij skandali është përkthyesja shqiptare Glantina Legisi, e cila punon si e pavarur për Home Office, gjykata dhe policin. Ajo është filmuar duke ofruar përkundrejt një pagese prej 3.000 poundësh, garantues të rem që dëshmojnë në gjykatë sikur kanë lidhje të afërta me emigrantët e ndaluar. Për më tepër, garantuesit paguhen paraprakisht dhe veprojnë në bashkëpunim të ngushtë me avokatë, të cilët ndihmojnë në përgatitjen e dëshmive false përpara seancave gjyqësore. Përkthyesit dhe garantuesit udhëzojnë emigrantët se çfarë të thonë për të bindur gjyqtarët. U tregojnë fotografi të njëri tjetrit për të shtuar besueshmërinë e lidhjes së supozuar. Në shumë raste, garantuesit paraqiten përmes telefonit nga makina me përgjigje të paqarta dhe pas një kontroll të thelluar mbi të dhënat e tyre. Zonja Legisi, e cila vetë ka hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me një pasaport false, ka pranuar se njeh mirë sistemin britanik të migracionit, ndaj skema që ajo drejton është sipas saj 100% e suksesshme. Ajo madje ka dalë në mediat shqiptare për të kritikuar trajtimin e migrantëve në Britani, ndërkohë që në prapasken shfrytëzon të njëjtën sistem për përfitime personale. Gazetari infiltruar i Daily Mail ka arritur të dokumentojë komunikimin me zonjën Legisi me një avokat nga firma Agem Legal Ltd, i cili pranoi të merrte përsipër çështjen dhe pasi u informua se garantuesi nuk kishte lidhje me të ndaluarin dhe ishte paguar për dëshminë e tij. Ky fundit kërkoi 3.500 pound për shërbimin ligjor. Ndërkohë, Ministria e Brendshme ka nisur një hetim urgjent duke premtuar veprime të shpejta dhe vendimtare. Autoriteti rregullator i avokatëve është gjithashtu duke shqyrtuar rastin për shkelje të etikës profesionale. Deputeti konservator Chris Philip e quajti situatën turpëruese dhe kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të përkthyesve të përfshirë, duke theksuar se sistemi i imigracionit është duke u abuzuar në një shkallë industriale dhe ka nevojë për reformë rrënjësore. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 12.800 shqiptarë që hyjnë ilegalisht në Britani kanë shkelur kushtet e lirimit me kusht vetëm nga janari 2022 deri në maj 2023. Ndërkohë, në rrjetet sociale qarkullojnë video që tregojnë se si të hiqen pajisjet e gjurmimit, një tjetër tregues i dobësisë së sistemit aktual të kontrollit.